Dhe ne ndërkaq do të shkojmë në shtëpi sepse është momenti për sfidën që ju thash pak më përpara. Atëre yje, jam sërish me ju. Loredana, çfarë sfide mendon se do të jetë? Nuk e di. Për buxhetin, besoj? Bravo Loredana! Do të jetë një sfidë për buxhetin, meqenëse se jemi në ditën e gënjeshtrave, pra 1 prillit, sot për herë të parë vllai i madh do t'ju tregoj lajme të cilat një pjesë janë të vërteta, një pjesë janë të gënjeshtërta. Çfarë duhet të bëni është kjo? Divani i kuq konfirmon të vërtetën. Divani blu konfirmon të gënjeshtërtën. Që do të thotë, në momentin që unë do them një lajm të llojit, po them kot, Ledion Liço arrestohet në flagrancë duke qa po bëju në një gjë të paligjshme? Duke vjedhur një supermarket. Duke vjedhur në supermarket, Mandarina. nëse ju besoni që lajmi është i vërtet, do shkoni të gjithë nga divani i kuq. Të gjithë ata që e mendojnë, në të kundërt nga divani blu. Jam i qartë? Atëre, para se të fillojmë, duke qenë se 2 prej jush janë disi më të freskët dhe kam pasur ca ditë liri dalje, Jozi dhe Egli nuk do t'jen pjesë e lojës, do të shkojnë tek dhoma e gjumit dhe do t'a shohin si shikues. Një me po, hade. Mbylleni derën, Jozi me Eglin. Po për ne, për banorët nëse dojnë informacion. Jeni gati banorë? Po. Atëre, me lejen e vllajt të madh, le të filloj sfida. Keni parasysh që për çdo të vërtet ose të gënjeshtër të saktë i bie që të fitoni përqindje në buxhet. Kështu që sa më shumë të gjeni, aq më mirë është. Fillojmë. Mendon, ja? E para, ma lexoni dhe mua se unë nuk i kam këtu ose në fëmijëri që janë. Atos kryepeshkopi i kishës ortodokse autokefale shqiptare. E vërtet besoj. Kjo është e vërtet. Jetë e vërtet. Kjo është e vërtet. Kujdesi! O, unë edhe ajer, ti shkoj mas për kësisane. Dakor, të kalojmë tek i dyti. Valbona dhe Gjibani në një lidhje çifti shqip. Ju lutem regjia, më nxjerrni dhe mua këtu që lexojmë. Në lidhje çifti shqip duke u putur. Atëre, Valbona dhe Gjibani në një lidhje çifti shihet duke u putur në rrugët e tjera. Jeni të sigurt për këtë? Të sigurt, nuk ka njeri që do të ndrojë mendjen. Dakor, kalojmë tek lajmi tjetër. Domethënë e kemi gjetur. Viselo operon hundën pas incidentit me Gjestin, teksa e goditi me vezë. E gabuar. Jo, e vërtet. E vërtet. Se ky bën që si film apo ky e Jo, e reme. Hajde këtej, e reme. O, bën film. Mirë, se ka bërë për vezë. Dakor. Qartë, e morët vendimin apo jo? Loredana, ku do ulesh? Në rastin do t'ja bëjmë disa të vërtet disa të gabuar. Shumica. Se ka bërë për vezë. Në këtë rast, në momentin që nuk bini dakord, digjet pyetja. Tani hajdeni se kaloj flokët e verda, do t'i bën flokët e verda. Lajmi i radhës. Lajmi Neda Balluku sërish tatzën në pritje të fëmijës së 4. Jo. Mund tjetë edhe e vërtet, kam përshtypje se kur e pash Nedën... Jo. Mund tjetë edhe e vërtet. Sa unë buxheti pa hajde këtu. Hajde këtej, është lajmi i rreth. Jo, Neda, nuk mos shkoj. Jo, nuk ka ka një vjeç, Është lajmi i rreth, Gerta, hajde këtej, është lajmi i rreth. Po, ka 3 fëmijë. Është lajmi i rreth. Lajmi i radhës. Caktohet data zgjedhjet parlamentare në Shqipëri do të mbahen në 11 maj të 2025-s. Përse që një sajt, dal data. Gabuar me 17. O 17 o 18, po nuk e pajmë. Mund ta kenë sjell 11. Mund ta kenë sjell 11. Vendosni. Banor, vendosni. Gënjeshtër. Është gënjeshtër. Nuk anullohet data kështu aq kollaj. Është e vërtet. Stop.
Të thashe se Prindrit e Gjestit thonë dy fjalë për Egli Takon, i kërkojnë falje familjarëve të saj. E vërtet. Aj, na e humbët atë pyetje. Unë eca këtej në 11 maj. S'ka gjë po. Po çfarë s'ka Kemi unë të gjë? gjitha ta Jo, ndoshta është ka lëvizur lart. Po pra anulloj dhe lëviz. Atë ajo ishte. E vërtet themi ne. E gjetët. E gjetëm, e vërtet. Po, I radhës. E vërtet. Loredana e martuar jashtë, partneri i saj shfaqet për herë të parë dhe habit me deklaratën jemi ende bashkë. Jo, mu ta këtë rri këtu. Je martuar. Je martuar. Po ju them unë, vetëm bëhet çmendur. Hajdeni. Po je Si fare ke martuar? O Loredana, ti do të je martuar jashtë. Po semi bashkë, nuk Po mirë, njëra është vërtet. Ja ka fut kot, po. E motor, dalemi me këti, jo. Nuk e bën. Nuk e bën. Nuk e bën. Nuk ka shans, hajde këtej, hajde këtej. O Loredana, je martuar. Dani mendjen banor. Atëherë stop. Banor, nga ky moment, ju lutem, nga ky moment nuk dua më fjalë, dua vetëm të spostonin nga divani. Pa folur. Hajde. Jemi ende bashkë, do të që edhe me letra, jo Lajmi tjetër. Iku dojsh. Jozi është gay, gazetarja plas deklaratën tonë. Unë ti Hajde qosh me... këtej, hajde këtej. E ka puar. Asi më dogjet 11 majin. A kemi një plan të Jozit për këtë deklaratë? Ja. Po që tash burrë gruaja pse valloj Lajmi tjetër. Kualifikuesit e botrorit Shqipëria më poshtë Serbin 3-0. Edhe sikur s'ka gjë. Po s'ka luaj, po s'ka luaj. Nuk ka luaj. Lajmi tjetër. A kemi akoma? Laert Vasili shpallë qytetarën deri i Leskovikut për kontributin e tij në art dhe kulturë. Jo, s'është i pranishëm. Jo, mos i ta bëjmë, pse do ta bëjmë? Sioni ta të Jo, ta bëjmë patjetër, po ta tërhiqë çmimin. Nuk kemi nuhatje fare, edhe kjo është e vërtet. Faleminderit Leskoviku, faleminderit. nuk është i pranishëm, si u shpart. Hajde ginatë gjithë. Atëre, Danja, mënyra që ta dish për kulturë të përgjithshme, mënyra se si funksionon. Po, votohet nga bashkia, pastaj bëhet ceremonia. Po, dhe nuk ka nevojë të jesh i pranishëm, mund edhe të mos ta tërheqësh kurrë. Për gjithë Leskovikun dhe Ersekën, faleminderit shumë, ju falenderoj, ju dua gjithëve. Por sapo ju gënjeva unë, nuk është i vërtet. Vazhdojmë me lajmin tjetër. Pas kërkesës publike, Dafina Zeqiri i bën follow Gjestit në Instagram. Edhe mund tjetë e vërtet, po pëse s'ka asnjë gjë. Shumë mirë ka bërë, po. Kush është kërkesa publike? Jo, më s'ka bë kërkesë Ai s'ka bërë kërkesë publike, më çfarë thoni? Ndani mendjen. Gjatë ku i kom Do dalim me 20% buxhet, bajni më. A e ke thënë se ke thënë? Do dalim me minus. Ky s'ban mend çfarë thot. Lajmi tjetër. Danja Koka së shpejti pjesë e projekteve të reja të Top Channel Films. Uroj tjetë e vërtet, do që dojnë po vërtet. Pa bo audicion fare. Daj. Është e vërtet, uroj që tjetë e vërtet, dorim këtu nga dëshira. Nga dëshira për qënë e vërtet. Kam dhe unë dëshirë ta bukti. Jo, po nuk është, shiko, nuk është me dëshirë, do me thënë o është e vërtet ose jo. Po, tashi para shtëpisë Big Brother. Shiko, se me dëshirë edhe donim që Laerti të ishte qytetarën deri në Leskovik, po s'është çfarë Jo, bëj. ne dorim këtu le kjo. Do rini aty, dakord. Pyetja tjetër është Qeveria mbyll aplikacionin TikTok në Shqipëri përdoruesit pa akses në platformë. Jo, të lutem, unë di që kjo mund të ndodhte. Ju lutem. Unë di që kjo mund të ndodhte. Është mbyll TikTok. Është e vërtet, Prit. Ma ndryshon mendjen që aplikacioni nuk është mbyllur. Po unë di që kjo do ndodhte. Tani nuk Tani ndani mendjen, uluni. Ke droni Xhestit erdhi
Po në Kosovë, jo në Shqipëri. Ulluni, ku do ulleni? Dani mëndjen. Ska abstenim, jo. Jo, për moment i gënjeshtra, pra. Okej, u dojsh dhe kjo pyetje tjetra. Se na diqni. Një stadium i ri... Studim. Studim. Mëndjen ke stadiumi. Zbulon se çokolata e zezë mund të përmirësoj shikimin natën. Se është e zezë dhe nuk shef asgjë. Kam përshtypjen këtë çokoladën e zezë ha Jozi që çohet sonambul, se s'ka mundësi. U çu brëm na trëmbi. Dhe lajmi i fundit, Donald Trump zgjedh Shqipërinë për pushime, ka kaluar 3 ditë në Sazan mes luksit dhe misterit. Në Sazan nuk ka luks, o njerëz. O jajte më këtu. Në Sazan... Stop, mos më ndroni pa ju thënë unë, ju Në Sazan lutem. nuk ka luks, o njerëz. Sazani është... Atere, si e vendoset këtë të Një Sazanit? sekundë, më ka që me jatin e vetë, më jenë që rëzja mos janë. Në Sazan nuk ka luks, luksi është... Jati vetë, më në prishtë që Dakord, nuk bini dakord për këtë, u dogje dhe kjo. Tani, banor. Ani ke vërtet. Jeni deri më tani një grop e madhe do ngelni pa buxhet. Por Big Brother, si i mirë që është, do t'ju japi mundësinë edhe 4 lajmeve bonus. Duhet të zgjidhni janë të vërteta apo jo. Lajmi tjetër. Amber shokon me deklaratën Laerti ka patur eksperiencë me shoqen time transgjinore. Mos flisni, thjesht uluni. E ka thënë këtu Amberi. Thjesht uluni. Ulën këtu, është i vërtet. Amberi e ka thënë. Amberi e ka Kam thënë. qenë në mision, thot foto. Tu e ke foto. Hajde se hupe po qetë. Se është foto, nuk ka foto. Kam qenë në mision që... Po Amberi e ka thënë këtu. Po s'mund të dali foto. Po s'mund dali foto, me këndo jem në foto. Lajmi tjetër. Lind Luanesha në kopshin zoologjik në Tiranë ja dhënë emrin Gerta. Po qohem. Gënjeshtër. E vërtet! Hajde më këtu. Po qohem. Hajde. Hajde më së që Hajde këtej. Po më duar profesionalistë. Ka Luane, ec. Dhe që shama në këtu të pëgjesa. Hajde, ullu këtej. Po dëgjoni publikun. O Rozana, mos vdek shkurt. Hajde. Okej, lajmi tjetër. Ma në knaqe. Rezarta Shkurta reagon për sherrin e bujshëm me Rozana Rati. E vërtet. Jo, E ullu. gabuar. Është një gjë e mbyllur, Hajde, jo. çdo njeri në punë të vet, Megjithatë edhe mund të jetë e e vërtet. përshëndes. Po mund të reaguar, këtë reaguar e të thotë është zbyllur. Jo, nuk ma merr mend. Okej, lajmi tjetër. Hajde, lu. Top Channel arrin 3 milion subscribers në YouTube Yes, duke u bërë kështu media më e madhe në Ballkan. E vërtet. Vetë sot duhet të japim buxhetin. E vërtet. Okej, dhe lajmi i fundit, i cili nuk është me foto, po është një bonus nga ana ime, është Buxheti. ndahet nga jeta Murra, lopa e Big Brother. Gënjeshtër. Gënjeshtër është 1 prill. Gënjeshtër për 1 prillit. Gënjeshtër për 1 Është data 2 prill de facto, kështu që nuk më Jo, lejohet të nuk e besojmë, gënjejmë. s'të besojmë më. Hajde. Sot nuk të besojmë më. Sigurojmë të gënjeshtër. Ne me Murrën kaluam shumë mirë, kështu që... Kam përshtypjen Murrën ju e vrat, po Po e kishte nice. emri Shega. Besojmë që është e gënjeshtur. Pra, nuk është, po është se ka gënjeshtër të është njërë darë për Shega. Murra, Laerc, Murra ka lënë një amanet. Nuk e di qa do të thotë. Mura pas ka folë si klap. Jo, ka thënë mos ma preki njëri atë Jozin me dorë, se është imi. Pik! Ka lënë dashuri Murra me Jozin. Okej, Jozi dhe Egli, ju lutem ktheuni në living dhe është momenti për t'ju zbuluar se sa përqind të buxhetit keni fituar. 10%. Përgjigjet apo në kalëzën? Sa mendon, Gjesti, sa mendon se keni fituar? 30. 30. Aldo, sa mendon? Gjysmën, pa frikë. Bravo, Aldo! 50% të buxhetit. Po, kuj, 50%.
Egli dhe Jozi, për kuriozitet, nga këto, i dinit vërtetat të gënjerë, se më duket se jo, apo jo? Një pjesë po, po një pjesë jo? Disa, një pakic. Po, për shembull një që e dinit që ishte i vërtet ose i gënjeshtërt? Mund ta themi? Po, patjetër, po. Vetëm një. Po atë TikTok-ut paktën, marrim vesh. Jo, atë nuk arrit ata gjëja asnjëherë. Deklarat në Amberit? Po. Është e vërtet. Bravo. Jozi, një që ka qenë e vërtet që e di ti? Dhe që mund ta thuash të vetmen? Atë për zgjedhjet. Atë për zgjedhjen, po. Zgjedhjet janë në 11 maj, do keni gjithë mundësinë të votoni juve që jeni shtetas shqiptar. Gjesti, ti ke ndonjë mendje të marrësh pasaportë shqiptare, mom? Qa këtë folë se s'ka shumë. Jo për të folë, mo jo, pasaport. More. Po pra, po. Shiko, me qënë se la erti, me siguri ato të bashkisë së Leskovikut po fillojnë letrat tash. Me atë rast të bëjmë një propozim që Gjesti të marri dy shtetësim. Patjetër. Okej, hyjem. Vetëm pas pak të tjera surpriza, sepse sot jemi super. Qëndroni aty, mos lëvizni, ose mund të dini jashtë merrni pak ajër për këto minuta që do t'jemi off. Mbyllim lidhjen me shtëpinë? Jo, nuk është kryq do sen. Seni fillon tani, publicitet.